Partitë Popullore Evropiane mendojnë se nevojitet solidaritet, angazhim dhe mbështetje evropiane për të vepruar kundër tendencave antidemokratike në vendet e lindjes. Në projekt rezolutën për Ballkanin Perëndimor theksohet se nevojitet një evitim i provokimeve në bazë etnike dhe dënohen të gjitha provokimet dhe veprimet agresive që janë një kërcënim për paqen dhe stabilitetin, që siç theksohet nuk mund të arrihen me retorikë nacionaliste dhe populiste. Deputeti i BDI-s Xhevat Ademi në replikën e tij ndaj deputetit Ilia Dimovski nga VMRO-DPMN në vazhdimin e mbledhjes së sotme të kuvendit tha se problemi për formim të koalicionit mes VMRO-DPMN-s dhe BDI-s nuk ka qenë ligji për gjuhën dhe caktimi i kryetarit të kuvendit, por vazhdimi i mandatit të prokurorisë speciale publike. Dimovski në replikën e tij edhe një herë akuzoi PSP-n se po zhvillon hetime me porosi kundër VMRO-DPMN-s dhe BDI-s. Podgorica ndodhet një hap më pranë anëtarësimit në NATO pas takimit të mbrëmshëm të Senatit Amerikan ku u dha dritë jeshile për përfundimin e diskutimit për ratifikimin e marrëveshjes me të cilën Mali i Zi duhet të bëhet antari më i ri i lidhjes veriatlantike, gjë që ka hasur në kundërshtim nga Rusia. Votimi përfundimtar në Senat do të bëhet ka fundi i javës e pas përfundimit të tij, presidenti Donald Trump do mund ta ratifikojë marrëveshjen.